Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod kemi të ftuar një shkrimtare të re të qytetit tonë, Meri Myftari. Meri, përshëndetje dhe mirëserë, dhe është kënaqësi të të kem në këtë podcast sot. Përshëndetje Edja. Faleminderit për ftesën. Në fakt do ishte mirë nëse mund na bëni një prezantim të shkurtër të vetes tuaj në mënyrë që të njihemi më mirë edhe me publikun. Siç e thatë edhe ju, jam në profesion jam mësuese e gjuhës frënge. Pasioni im për librat ka nisur qysh herët në fakt, që në vogëli, që në fëmijëri, në adoleshencë, ku të gjithë ne pothuajse mentojmë që mund të jemi poetët e ardhshëm, apo çfarëdo lloj gjëje që ndjejmë apo mendojmë mund ta hedhim në vargje, në strofa, në poezi. Dhe është një pasion që nuk shteroj kur, ishte aty, edhe pse pas një pauze ndoshta të vogël, por që herë në ndonjë blog shënimesh apo në fajle, filloja dhe i hidhja, i transmetoja të gjitha ndjenjat e mia që përktheheshin në vargje. Nga frymëzoheni ju? Atëherë, do të thosha që frymëzimi nuk është shumë i vështirë për të shpjeguar. Unë do thosha që ka të bëjë me ngacmime më tepër se sa frymëzim. Pra, ngacmime nga faktorë të jashtëm, nga një bisedë që mund të zhvillojmë edhe ne, që jemi duke bërë tani, nga një kafe me shoqërinë, me mikeshat, nga një ecje në park, pse jo, nga një meditim, pra është i paplanifikuar. Frymëzimi thjesht ndodh dhe nga momenti që ato mendime, ndjenja janë aty, nuk stopon dot. Pra, këto dashur pa dashur bëhen pjesë, nuk e di, ndoshta unë do e quaja veten në poete e mirëfillt apo shkrimtare e mirëfillt, por mendoj se nga momenti që ato ndjenjat janë, burojnë dhe unë arriti t'i rëndis në vargje, në strofa, në poezi, besoj që aty ka diçka. Ju në fakt i keni botuar të dy librat fill njëri pas tjetrit. Si lindi kjo dëshirë për t'i publikuar poezitë tuaja dhe a ishte ndoshta kjo një periudhë frymëzimi për ju? Në të vërtetë, realisht, edhe pse janë të dy njëri pas tjetrit, ato kanë një hapësirë kohore. Pra, libri i parë në krijimtari është, do ta quaja Imoçën. Imoçën sepse ajo krijimtaria ka qenë që herë, pra që adoleshencë, ndoshta vit pas viti, dhe kjo ka sjellë që ato ishin aty. Pra herë i botoja në rrjetet sociale, herë në bloqe, pra dashur pa dashur, ai libri i parë ishte aty, pra është ta quajmë i strukturuar në një periudhë më të hershme time, pra që nga adoleshenca e deri. Pra ajo periudha e moçme që po themi. Ndërsa libri i dytë, pothuajse, ka të bëjë shumë me vitin e fundit. Pra, më thënë ishte një përmbledhje që këtë vit edhe unë u angazhova së tepërmi, jo se u angazhova se do bëj këtë punë, por duke qenë se nuk stopoja dot, nuk ndaloja dot së shkruari, ishte aty, materiali ishte i gatshëm, kështu që përkuam me botimin e të dyve, njëri pas tjetrit. Në fakt, librat tuaj janë, libri i dytë i juaj është i shkruar edhe në shqip, edhe në gjuhën angleze. Si ndodh frymëzimi? Ndonjëherë ju vjen më natyrshëm t'i shkruani vargjet në anglisht, ndonjëherë në shqip, si ndodh kjo? Dhe pse keni vendosur që ti botoni me dy gjuhë? Unë realisht shkruaj shqip. Jap mësimin e gjuhës frënge, pra jam mësuese gjuhës frënge, dhe ardhja e botimit në anglisht ishte thjesht edhe një sugjerim i shtëpisë botuese. Gjithashtu edhe, duke qenë se ne jemi të shumt, pra shqiptarët janë jashtë kufijve, janë të shumt, pra dhe gjuha angleze është globale, universale, janë familiarizuar së tepërmi dhe për të arritur edhe këtë lexuesin e ri, këtë audiencën e re, vendosëm që të vinte edhe në gjuhën angleze.
A keni menduar në fakt të bëheni pjesë e promovimeve edhe panajireve të librave për të promovuar krijimtarinë tuaj? Fillimisht po mendoja që jo. Por më pas duke kaluar atë periudhën e shqyrtimit, e vetëknajsisë, e të parit me shoqërinë, kaluam në vendimin që është e drejtë të promovohen që të dy librat. Është planifikuar një promovim libri këtu në Elbasan së shpejti dhe patjetër që do jemi pjesë edhe në panelin e librit që zhvillohet në nëntor. Si shihni të ardhmen tuaj në krijimtari? Unë të thosha që tashmë barierat u thyen, akulli u thyen. Krijimtaria është një lumë që rrjedh dhe nuk mund ta ndalosh dot. Thjesht ai mund të ndryshoj shtratin, por nuk mund ta ndalosh dot. Mendoj që padyshim do jem më e thellë në përmbajtjen e kontentit, më e lirë në formën e të shkruarit, edhe më e guximshme, pse jo, edhe në mendime. Ju jeni nën e dy vajzave. Jam kurioze të di, ja keni trashëguar ndonjërs prej tyre talentin për të shkruar? Më pëlqeu shumë si pyetje. Realisht që të dyja vajzat, e madhja, Emi, ka dorë, shkruan, nuk ka ndërhyrje nga ana ime, pra nuk është se është e nxitur që do shkruash, siç e kam edhe unë, pra poezia, frymëzimi, pra nuk ka një rregull, nuk është burokratike që duhet zbatuar me patjetër dhe duhet të tani do ulem dhe do krijoj dhe do shkruaj, edhe vajza e madhe këtë gjë ka. Shpesh herë më vjen me poezi të shkruara, madje unë i kërkoj edhe ndihmë asaj për redaktime, pse jo, apo korrigjime të mundshme. Ndërsa vajza e vogël, çuditërisht, ka zhvilluar talentet e artit dhe e shohim në pikturë, në violin, ajo i bie një vegle muzikore pra violinës, dhe mendoj që janë drejt këtij orientimi të krijimtarisë apo të artit në përgjithësi. Çfarë ndikimi mendoni se ka dhe do ketë në vazhdimsi zhvillimi i teknologjisë dhe së fundmi inteligjenca artificiale tek krijuesit, tek shkrimtarët? Në fakt kjo është thik me dy presa të ta quaja. Nga njëra anë është shumë mirë, sepse nxit krijimtari nuk do thoja, por është aty dhe inteligjenca ndikon me informacione të ndryshme, me strukturimin, me orientimin etj. Por ama në krijim, besoj në rritje personale apo frymëzim të individit, besoj që nuk mund ta realizoj. Kështu që te kjo pjesa unë mendoj që dhe njerëzit që varen dhe ndikohen nga inteligjenca artificiale për të krijuar apo për të përmirësuar veten në shkrim e kam fjalën gjithmonë, është një gabim. Sepse shumë kollaj dhe shumë lehtë mund të dalësh nga originaliteti dhe do gjendesh pa përgatitur. Është mirë patjetër që ne tashmë teknologjia është fjala e fundit. AI ka bërë atë të vetën, pra kemi edhe diellën ndërkohë që po na merret me prokurimet, kështu që do kemi çuditëra besoj. Faleminderit shumë, ishte vërtet një kënaqësi t'ju kisha të ftuar në këtë podcast sot. Faleminderit shumë Edia, jam edhe shumë e kënaqur, e lumtur, falenderuese për ftesën. Edhe ishte shumë e këndshme bashkëbisedimi.